Shqipëria duhet të zbardhë krimet e komunizmit dhe të trajtojë me status të veçantë ish të përndjekurit politik. Ky ishte mesazhi i ambasadorit të Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, gjatë 53 vjetorit të revoltës së Spaqit në Mirdit, ku ai foli pas telave me gjemba, simbol i diktaturës komuniste. Duhet patjetër që të ketë një vend ku të përkujtohet heroizmi atyre që dhanë jetën për këtë Shqipëri. Ruajtja e kujtesës dhe e së shkuarës është një drejtë themelore. Ka ardhur, madje ka kaluar koha që ky vend, ku shumë njerëz kanë vuajtur dhe kanë dhënë jetën, të kthehet në një vend për kujtimi. Gjithashtu duhet drejtësi, jo vetëm për ato që mbijetuan, por edhe për familjarët e atyre që humbën jetën këtu në kërkim të lirisë. Po ashtu, ish të burgosurit politik duhet të trajtohen me status të veçantë. Trajtimi i këtyre çështjeve është ajo çfarë pritet nga Shqipëria për të ardhmen e saj. Edhe ishte përndjekurit politik kërkuan që të zbardhen krimet e komunizmit dhe të trajtohen me pension të veçantë. Sot, mas 35 vjetë demokraci të rinë eshtrat pa gjetur, do të thotë për mua është një krim. Një krim që duhet dënohet. 150 vetë kam me gjallë për e nesh. Nuk e kam personale, se unë jam 82 vjeç, e kam edhe gjallë në shqyqyrë, por mi dhoni pension dignitas sa një sigurim i shtetit që s'kam njën gjallë pa bu, i të në që janë gjallë. Kryetari i Bashkisë së Mirditës, Albert Mëlyshi, kërkoi vëmendje për ish burgun e Spaqit dhe të kaluarën komuniste, ndërsa përfaqësues të qeverisë dhe autoritetit të dosjeve premtuan veprime konkrete. Askur se ka menduar që mund të ketë turizëm për të merret e komunizmit, por i shërben edhe zonës, edhe komunitetit në interes të tyre për ta kthyer këtë vend në një pelegrinazh të përditshëm, të përvitshëm, edhe nga nxënës shkollash, që të mund të mësojnë më tepër se çfarë ishte ky vend. Ne kemi zhvilluar disa takime ku besoj do procedojmë shumë shpejt me ngritjen e një strukture që do merret në bashkëpunim me një bord i cili do merret me gjithë pjesën e menaxhimit të saj për të sjellë programe edukative, për të sjellë ekspozita muzeale, për të folur më shumë për historinë. Në autoritetin e dosjeve ne kemi krijuar një grup të posaçëm pune, kemi rreth 2 vjet që punojmë në mënyrë intensive. Kemi nxjerrë koleksionin në plot arkivor për sa i përket burgut Spaqit dhe çdo të dënuarin në mënyrë të padrejtë. Në 53 vjetorin e revoltës së Spaqit, u rikrijuan skena dhe u ekspozuan foto të ish të përndjekurve. Me nisjen e maj 1973, të burgosurit kundërshtuan torturat, morën kontrollin e kampit për 3 ditë, por revoltën e shtypi terrori dhe u ekzekutuan 4 të rinj: Pal Zefi, Dervish Beko, Skënder Daja dhe Hajri Pashaj.